Departamenti i Historisë dhe Gjeografisë zhvilloi konferencën shkencore nga Londra në Paris, Historia e rajonit të Korçës 1912-1921, një aktivitet me rëndësi të veçantë për studimet historike dhe për njohjen më të thelluar të zhvillimeve në këtë rajon në një periudhë vendimtare. Kjo është një ndër nismat më të rëndësishme kërkimore të Departamentit të Historisë dhe Gjeografisë në 2 vitet e fundit, duke bashkuar studiues dhe kërkues shkencor rreth një tematike me interes të gjerë kombëtar dhe rajonal. Sot jemi mbledhur në kuadrin e një projekti të Universitetit të Korçës, në bashkëpunim me Akshin, me qëllim botimin e një monografie shkencore për një periudhë historike të vitit 1912-1921 që lidhet me rajonin tonë, pra me rajonin e Korçës. Kjo periudhë është një periudhë e ngjeshur me ngjarje të rëndësishme, të cilat pastaj formësojnë qëndrimin e rajonit tonë në Shqipëri, sepse në periudhën kur flasim ble, jemi akoma në krimin e shtetit shqiptar, vendimet e fuqive të mëdha, të cilat janë të paqarta, shpeshherë ato ndryshojnë nga një moment në momenti tjetër dhe diskutohet çështja dhe fati i rajonit të Korçës. Gjatë konferencës u prezantuan rezultate të rëndësishme të punës kërkimore, duke trajtuar në mënyrë të thelluar historinë e rajonit të Korçës në disa dimensione: lëvizjen patriotike dhe politike, zhvillimet ekonomiko-sociale dhe kulturore, proceset migratore, përkatësim fetare dhe etnike, si dhe transformimet urbane të rajonit në fillim shekullin e 20. Monografia shkencore që do të botohet, do të përmbledhë rezultatet e kërkimit dhe do të shërbejë si një kontribut i rëndësishëm për historiografinë shqiptare dhe më gjerë.